Kjo monodramë e interpretuar nga aktoria Justina Aliaj tërheqë vëmendjen e publikut. Monodrama Ëndra e Nën Terezës, njerëzorja hynore, u ngjit në skenën e qendrës kulturore Abat Doçi në Rubik, në interpretimin e aktores Justina Aliaj, duke sjellë për publikun jetën dhe misionin e Nën Terezës, në një dimension sa shpirtëror aq edhe njerëzor. Shfaqja udhton nëpër etapat më të rëndësishme të jetës së Gonxhë Bojaxhiut, nga fëmijëria dhe formimi i saj, deri te vendimi për t'ju përkushtuar thirrjes hyjnore dhe shërbimit ndaj njerëzve më nevojë. Përmes një interpretimi emocional dhe me intensitet e lartë artistik, monodrama sjell jo vetëm madhështinë e figurës së Nën Terezës, por edhe sakrificat, dyshimet dhe përkushtimin e saj të palëkundur. Atëherë ndodhi ajo që unë nuk e lumit gang, i përmenda libër e tij besimit edhe ja fundin, ku kishin humbur gjithçka. Në Çernobil, a Venezuelë, Malezia, Tunezi. Unë isha një misionare tyne, unë, Bulgar, Qifut, Rom, e tjerë. Pyetni Kasandrën, Mihajlen. Në këtë realizim, aktoria Justina Aliaj i jep jetë një figure komplekse, duke ndërthurur forcën shpirtërore me thjeshtësinë njerëzore, çka u mirëprit nga publiku mirëditor që kishte mbushur sallën e qendrës kulturore. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melyshi, dhe famulitari i Rubikut Dom Genc Çupi vlerësuan shfaqjen dhe mesazhin që ajo përcjell. Monodrama Ëndra e Nën Terezës, njerëzorja hyjnore, qeli si pare në aktiviteteve 4 ditore që do të zhvillohen në Rubik në kuadër të festës së shenjtë të Shelboemit, duke sjellë një atmosferë artistike dhe shpirtërore për besimtarët dhe ardashësit.